إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhelle xhelaluhu, vetëm ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë në temën tonë rreth rëndësisë së rritjes së të rinjëve në adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu, kur na gjendemi sot në mesin e muajit të bekuar të Ramazanit, ku shpresojmë që Allahu xhelle xhelaluhu të na I ketë falur agjerimin e ditave të kaluara dhe ta ketë pranuar nga ne. Një ashtu ditët e ngelura o vëllezër janë një shansë e madhe dhe një mundësi e shkëlqyeshme për të ripërtri besimin tonë dhe për të përforcuar lidhjen tonë me krijuesin tonë. Dhe se na jetojmë me shembujt dhe me ato burrat dhe ato të rinjët të cilët u edukuan në dorën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ngelen shembulltyra më ndriçuar për rinin edhe për gjithë njerëzimin që Allahu xhelle xhelaluhu nderoi të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me atë rini dhe me ato burra të cilët ishin sikur yjet që cilën do prej tyre të zgjedhësh dhe të marrësh shembull do të udhëzosh. Edhe se si mos të jetë shembull në udhëzim këto burra të cilët u edukuan në hijen e edukatës profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Cekëm dhe folëm por disa burra të mëdhenj, të cilët ishin udhëheqësia pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe I katëri I tyre o vëllezër, djaloshi I shquar dhe I njohur për burrërinë e tij, për guximin e madh të tij edhe për trimërinë e madhe të tij, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, shembulltyra për njerëzimin edhe në veçanti për rinin tonë. Ai e pranon islamin e tij në moshën shumë të ri të tij, kur ai I kishte 10 vite. Cilët prej të rive tonë vëllezër I shkon në mend që në moshën 10 vjet që ai ta pranon islamin, te na ende kur I ka 10 vite nuk e llogarisin ende njeri që mund me vendos. E llogarisin si një fëmijë që ai nuk ka peshë. I rahise Aliu radiallahu anhu, burri I shquar, njeriu I cili pranon islamin dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta pranon islamin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I erdhë në vitet e 40 të tij mesazhi Allahu xhelle xhelaluhu për të thirrur në dinin e Allahu xhelle xhelaluhu, e Aliu radiallahu anhu I kishte 10 vite. Dhe ai pranon
pa më dyshje thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e dinte se do të torturohet, edhe pse e dinte se do të ketë vështirësi, edhe se ai ishte djali I axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Talibit, I cili me të vërtet shpresonte shumë që ai të ketë dhe babën e tij në Islam dhe thirrte vazhdimisht në Islam Aliu radiallahu anhu. Çka të flasim për këtë burr o vëllezër, atë flasim për Islamin e tij si argument edhe si shembulltyr për ne dhe për rinin ton, atë flasim për guximin e tij, për trimërinë e tij, për udhëheqësinë e tij edhe për thirrjen e tij në fenë Allahut xhel xelaluhu. Që në fillim kur axhej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Talibi, për shkak se kishte shumë fëmijë o vëllezër, në atë kohë ndanin dhe ja ndihmonin edukatën dhe rritjen e fëmijëve I rahisë Aliu radiallahu anhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ta merr dhe ta ruan dhe ta ushqen dhe ta edukon Aliu radiallahu anhu në shtëpinë e tij. Dhe Aliu radiallahu anhu është ai I cili u edukua që në fëmirinë e tij, në bindje të Allahut dhe të dërguarit të tij, edhe në adhurim të Allahut xhel xelaluhu, edhe në respektim të të dërguarit të tij. Padyshim se kjo është një mirësi e madhe o vëllezër që Allahu xhel xelaluhu I adhuroi këtij burri, derisa është ai pronar I cili u martua dhe ishte dhondri I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me vajzën e dashur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Fatimen radiallahu anha, një ashtu dhe prindi I dy të rinjeve të xhennetit, Hasanit dhe Huseinit. Burri I cili me të vërtet guximi I tij shembulltyr e madhe për ne dhe për rini. Kur vjen momenti I fundit të babës së tij, dëshironte që ta thirrë dhe babën e tij në Islam, dhe u mundonte, por nuk arriti dot, derisa shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Abu Talibi në momentin e vdekjes së tij. Transmeton Imam Buhari dhe Muslimi nga Said ibn Musayyib, e ai nga baba I tij, I cili tha se kur erdhi momenti I vdekjes së Abu Talibit, axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër në prezencë duke I thonë: o axha im, qul la ilaha illa Allah kalimatan ahajju laka bihi inda Allah. Thuje një fjalë, thuj la ilaha illa Allah, një fjalë me të cilën do ta kem argument nesër te Allahu xhel xelaluhu për ty në ditën e gjykimit, e të ndërmjetësoj te Allahu xhel xelaluhu për ty, për shkak se ishte ndihmues I madh vëllezër I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ja Allahu xhel xelaluhu dëshiron që udhëzimi të jetë në dorën e Allahut, jo kanë ti të duash për ta thirrur në udhëzim të udhëzohet. Udhëzimi në dorën e Allahut, derisa Allahu xhel xelaluhu zbret ajetin e surës Qasas, duke thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk je ai I cili udhëzon kanë të duash ti, por Allahu xhel xelaluhu kanë dëshiron ai e udhëzon. Në prezencë kur e thirrte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ishte Abu Jehli në krye me udhëheqësat e mushrikëve të Mekës, të cilët I rrishin për rreth, edhe e përforconin duke I thonë: ki kujdes, mos e ndrysho dinin dhe fenë e baballarëve tu, mos të mashtron ky I ri, ky të thirr po dalosh fenë e babës. Çka do të thonë Kureshit për ty? U mashtrove, e la e humbë. Dhe se gjithherë shoqëria e keqe që të rrinë në rrethin tonë, edhe të mundohen kinse të këshillojnë, ndonjëherë dhe ta humbin o vëllezër dhe ahiretin. Siç dhe e humbi vetëm për shkak se mos të më thojnë. Dë më thore ky, dë më thore atjetri, dhe na e kemi këtë problem që I vuajmë shumë, nuk e ndjekim udhëzimin e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm se mos të më thot ky tjetri, mos të më thot ai tjetri, mos të më fajson ky, se turpi këti, turpi ati, dhe ndoshta e hub dhe udhëzimin tënd. Ashtu sigur që Ebu Talibi, si transmeton Ibn Hibani, që tha Ebu Talibi ju drejtua pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke thonë: o djali I vllavit tim, sikur mos kishte qenë fajsimi I kureshve që të më thonë, do më thonë kështu se ndroj fenë e babës du ta knosh në syni. Por Allahu xhel xelaluhu vëllezër, nga urtësia e tij është ai I cili kanë dëshiron ai e udhëzon. Dhe se ju drejtua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thonë: innaka la tahdi man ahbab. Ti dëshiron dhe dëshira e flak ishte për ta udhëzuar axhën e tij,
dhe se kjo është shembulltyr o vëllezër për ne, dhe gjithherë kur flasim për udhëzimin dhe ju kemi lodhur duke thirrur eja në namaz, eja në xhami, eja në udhëzim, përse për arsye se me të vërtet udhëzimi është një mision i cili duhet që ta thëjmë. Dëshira e flakt e çdo muslimoni është që prindin e tij ta thirrë në islam, ta thirrë në udhëzim, ta ketë në fenë Allahu xhël xhelalu, çdo prindi që ta ketë fëmijën dhe çdo kush ta ketë haxhin e tij, farefisin e tij, të udhëzuar në islam. Dëshira e flakt është që të jemi të gjithë se një ditë do të shkojmë te Allahu xhël xhelalu, secili dëshiron që prej familjes së vet të i ketë të udhëzuar, e të shpëtuar në ditën kur do të jetë shumë e vështirë shpëtimi te Allahu xhël xhelalu. Dhe më për ato vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dha vlerësimin e madh që nëse vetëm një njeri udhëzohet në dorën tënde, vetëm ti nëse je shkak që ta thirrësh dikën të udhëzohet në dorën tënde, ta udhëzon Allahu xhel xhelaluhu një njeri për shkak teje në islam, fa khairun laka an yakuna laka humurun ni'am. Tha është më e mirë dhe më e vlefshme për ty se sa të kish deve të kuqe, se disa deve të kuqe. Deve të kuqe ishin mjeti më shumë që përdor dhe më i vlefshëm, më i rëndësishëm dhe më i shtrenjtë. Në atë kohë me vlerë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të ta udhëzon një njeri në dorën tonë dhe Allahu xhel xhelalu, më e vlefshme se sa me pas se disa deve të kuqe. Dhe këto e realizoi Aliu radhiyallahu anhu. Dhe jo që vetëm një njeri udhëzua në dorën e Aliut radhiyallahu anhu vëllezër, por në dorën e Aliut radhiyallahu anhu udhëzohet tër fisi Hamdan, një fis i njohur i madh i Yemenit. E Cek ibn Qayyim rahimullah në librin e tij Zadul Ma'ad dhe Al-Bayhaqi në Dalail an-Nubuwa, që tha se nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kur i dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grup për në Yemen, dhe ishin në krye me Khalid ibn Walidin, qëndruan disa muaj atje, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan, në muaj të Ramazanit, të vitit 10 tha dërgon për në Yemen një grup në udhëheqësi krye me Aliun radhiyallahu anhu. Edhe kur shkon tha pejgamberi sallam, kush don që të qëndron me Aliun radhiyallahu anhu, le të qëndron, kush dëshiron mund të kthen pastaj me Khalid ibn Walidin. Edhe tha Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, në qëndrova me Aliun radhiyallahu anhu në momentin kur erdhi Aliu radhiyallahu anhu, dhe tha na arreshtoi dhe na bëri saf që të falim namazin. Dhe ja u lexoi atyre mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fisit Hamdan të Yemenit, që nuk perëndoi dilli o vëllezër, vetëm se të gjithë udhëzuan në islam, të gjithë e pranuan islamin. Dhe nga gëzimi i madh, Aliu radhiyallahu anhu i ja dërgon letrën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se fisi Hamdan komplet Yemeni udhëzua. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e lexon këtë mesazh të Aliut radhiyallahu anhu, përgëzues, me njëherë bjen sejdë falënderimi për Allahun xhel xhelalu, dhe tha assalamu ala al-Hamdan, assalamu ala al-Hamdan. Paqja dhe shpëtimi Allahu xhel xhelalu qoftë mbi Hamdanin, paqja dhe shpëtimi i Allahu xhel xhelalu qoftë mbi fisin Hamdan, të cilën udhëzuan jo një njeri, po komplet një fis i madh në dorën e Aliut radhiyallahu anhu. A nuk është ky shembulltyr ndriçues për çdo të ri tonin që ta marrim këtë shembull? Me të vërtetë se vëllezër, mirësia e madhe që Allahu xhel xhelalu i adhuroi këtij njeriu ishte që leç ishte guximtar, trim, dhe Allahu xhel xhelalu ja mundësoi udhëheqësinë e drejtë të tij, edhe se ky ishte njeriu i cili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha do t'ja jap këtij njeriu flamurin në ditën e Khajberit, tha një njeri i cili do t'ja hap Allahu xhel xhelalu në dorën e tij, edhe se është njeri që e don Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe e dojnë ato Allahu dhe i dërguari i tij. Njeriu i përgëzuar me xhennet Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li. Alhamdulillahi al-ali al-a'la, was-salatu was-salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, jo vetëm se shembulltyr e ndriçuar Aliu radhiyallahu anhu, por dhe në agjerimin e tij ishte shembulltyr. Derisa
siç na transmetohet nga Al-Aswad ibn Yazid, i cili tha se nuk kam pa njeri që agjeronte aq shumë si Aliu radhiyallahu anhu, edhe se bonte ibadet natën si Aliu radhiyallahu anhu, dhe i vetmi i cili urdhëronte o vëllezër për agjerim ishte Aliu radhiyallahu anhu, që i tha nuk kam pa dikan që të urdhënon për agjerim, edhe në ditën e Ashurës ishte Aliu radhiyallahu anhu. Një herë transmeton Ibn Abi Shejbe në musannefin e tij që tha kur u fut te Aliu radhiyallahu anhu Al-Ashtar an-Nakhai, e pa dhe e gjeti Aliu radhiyallahu anhu natën duke bërë ibadet në komb. Dhe kur e mbaroi namazin, Aliu radhiyallahu anhu ju drejtua tha: "O imam, o prisi besimtarëve, qëndron ta natën në namaz, edhe ditën të gjejmë duke agjeruar, dhe ti angazhimet e tua të lodhshme që i ki, dhe përsëri natën në komb." Aliu radhiyallahu anhu vëllezër u përgjigj dhe tha: "Safarul akhirati tawil." Udhëtimi i ahiretit o ti dashamir shumë i largët, sa që duhet dhe ka nevojë që ta kalojmë një pjesë të tij dhe natën. Nuk kalon udhëtimi i ahiretit tha vetëm ditën, po ka nevojë që ta ecim ato dhe natën, me një përkushtueshmëri dhe përpjekje që të bëjmë ibadet, për arsye se udhëtimi i asaj tha është shumë i largët dhe është i vështirë. A kurse na kemi shansën këtë muaj, i gjen muslimanët që e din vlerën, vjen namazi taravis, ai ja fut gjumë të shtëpia, ose u kalot ta ditën, nuk i intereson që ta kalon udhëtimin e tij të ahiretit ta mbush me udhëtim të natës. Udhëtimi më i lehtë për ata që udhtojnë në për rrugë të largta, ata shfrytëzojnë natën për arsye se arrin më shpejt dhe mbushin më shpejt udhëtimin e tyre natën. Kjo është një shembull vëllezër për ne, dhe është një ndriçim reflektues që na të marrëmi nga kjo dritë, që të udhëzohemi në udhëzimin ton. A nuk është që na të marrëmi shembull nga ky burr, nga ky djalosh Aliu radhiyallahu anhu, i cili o vëllezër pas që kalon vdekja Uthmanit radhiyallahu anhu, e merr khilafetin Aliu radhiyallahu anhu. Dhe se normal që ndodhen fitne dhe ndodhen probleme, kur Aliu radhiyallahu anhu e merr sundimin e khilafetit, dhe vjen një njeri te Aliu radhiyallahu anhu dhe i thot kështu, dhe shikoni çfarë zgjuesie ka patur Aliu radhiyallahu anhu. Tha: "O imam, kur ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Omeri radhiyallahu anhu dhe Uthmani radhiyallahu anhu, tha, te ato para teje nuk kishin kështi konflikt të kështi fit në kështi përqarje. E pse tash të ti këto probleme? Sigur që shumë herë argumentohen, filani ishte kështu, tash të ti pse nuk hec." Erdhe i tha Aliu radhiyallahu anhu: "Pse këto konflikte? Pse këto probleme tash në udhëheqësinë tonë?" Ju përgjegj Aliu radhiyallahu anhu vëllezër me mençurinë e kulluar të tij dhe i tha: "O ti dashamir, për arsye se te Ebu Bekri dhe te Umeri radhiyallahu anhu, ato i kishin në sundim njerëzit sikur unë, që e dishin hakun e Allahu xhel xhelaluhu dhe hakun e adhurimit të Allahu xhel xhelaluhu dhe të respektit të udhëheqësisë. Kurse ja sot e kam thas provë që unë të udhëheqi njerëz si shembulli yt. Këto që janë sikur ti, këto janë shkaku i konfliktit dhe i përçarjes. Dhe më parat ndodh që me 17 Ramazan apo me 21 Ramazan o vëllezër, që të mbytet Aliu radhiyallahu anhu nga dora e të mjerit Abdurrahman ibn Muljimit, i cili e godet Aliu radhiyallahu anhu, dhe shkak që ai të vdes Aliu radhiyallahu anhu, njëri nga ato 10 të përgëzuarit me xhennet. Kulusim Allahu xhel xhelaluhu që të ta bën shembull për ne dhe na të marrë mësim nga këto burrat, nga këto yjet ndriçues që janë udhëzim për ne. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.